Ibn Arabiu thot për ata kanë dush adhurojë. Në shgurin, në shmurin, kanë dush adhurojë. Në shgurin, në shpemën, veç një sen bane. Magjinoje se Allahu jo është ati, thot ti e besimtar. Ke është Ibn Arabiu, i cili thot, a i dituri i plot, pra i cili është përsos dhe është plot, është a i cili e shef të adhëruarin e ti në gjdo vend. E shef dhe kur i përullet gurit, e shef edhe kur i përullet murit, e shef edhe kur i përullet varit. Për këtë arsye s'ka problem, çka problemi? Aja ban namaz xhami apo në teqe, çka problemi? Si pas atyre, a i kujt i lutet? A i lutet varit apo i lutet gurit? Nuk ka problem të ato, për çka këse? Ato mendojnë dhe pretendojnë se të gjithë janë Allah. Të gjithë pretendojnë dhe mendojnë se të gjithë i adhuruarit tyre është në çdo vend. Po me e keqe asaj kur kanë ardhur dhe kanë tentu këtë ideologji të mbështesin me argumente. Për këtë arsye, ka derisa Ibn Arabiu ka thonë, dhe Allahu e ka potencu këtë që e po thojmë Kur'an. Kur'an? Ka thonë Allahu në Kur'an i Kerim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Ibn Arabia ka thonë, dhe Allahu çka ka caktu, çajo ka ndodhur. Allahu si pas këti, Allahu e ka caktu që mos të adhurohet vetëm Allahu dhe qashtu a bon. Ibn Arabia thot, tenton me nabin, se çdo sen që adhurohet është adhurimi Allahut. Për ata e ke argumentohet me këta jetë dhe thot, Allahu e ka caktu që na mos të adhurohet në tokë dhe në qiell, vetëm Allahu. Fjala qada, kisi pas këti do me thonë Allahu e ka caktu. Dhe i ka kundeshtu ulemat e tefsirit, në veçanti Ibn Abbasit dhe të qertë. Të ndëgjojmë pra Ibn Abbasin, e pastaj ti merë ndash për Ibn Arabiut, ndash për Ibn Abbasit, vëlledhët të ndërshëm Ibn Abbasi për këthyesi Kurani Kerimit, për të cilën e lutë pejgamberi Allahu që t'ja kupton Kurani Kerimi nuk thot kështu. Thot fjala qada do me thonë emar, Allahu ka urnu që mos të adhorohet vetëm Allahu. E jo Allahu e ka caktu që mos të adhorohet vetëm Allahu. Ibn Mesudi dhe Mujahidi thot, Allahu ka porosit që mos të adhorohet vetëm Allahu. Rabi ibn Enesi thot, Allahu e ka obligu që mos të adhorojmë askend vetëm Allahu. Kja është kuptimi sakt, të cilën e nxjerrmi prej fjalës Allahut azza wa jall. Komenti fjallë Allahut, thot Allahu në Kurani Kerim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin. Dhe nuk janë urdhëru vetëm që ta adhorojnë vetëm Allahun, me sinqert të plot. Dhe nuk janë urdhënu vetëm që të adhorojnë vetëm Allahun. Kja është ajeti që e komenton ajetin e kaluar. Vëllezër të ndershëm, ki besim i shtremuar, ki keq kuptim i shahadetit, kalon shumë pasoja në ummet. Një ndër pasojat më të mëdha, që ne kena qëndrimin se kush pretendon dhe mendon kështu, është i dalën prej fesë Allahut, për çka se çdo të adhuruar, qoftë me të drejt, apo me të pa drejt, e kanë konsideru të drejt. Pra si pas tyre si shtash, dili dhe hona, yjet dhe pemët, gorët dhe melaqet, pejgambert dhe vlijat, të gjithë që janë adhuru, janë të barabart tek sufit të cilët kanë thonë se nuk ka të egzistuar pos Allahut. Do me thonë kanë dush adhurojmë, e ka adhuru Allahun azza wa jall. Ka të meri ma i malë se me këtë ideologi e kanë qitë prej vlere Kurani Kerimin. Me këtë ideologi dhe këtë besim e kanë qitë prej vlere masimet e pejgamberëve të Allahut dhe të këto janë të barast, besimtari dhe jo besimtari. Për këtë arsye, jo rastësisht financohen nga shtetet të mëdha dhe ju e dini ngjarjet e Britanisë, kur i ka poshtu i ndinë pse kanë financu.
që tarikatët dhe sufit të ngadhnjejnë në çdo vend. Pse ato përkrahen dhe për çka ato mbështeten? Për çka se ideologjia e tyre ja çon ujin në mullinin e tyre. Kja belaja me e madhe që e kanë qitë prej përdorimit Kuranin dhe sunetin e pejgamberit Allahut, përderisa ata pretendojnë në këtë mënyrë.